Riviera shqiptare mbetet një alternativë preferenciale turistike, shkruan Samantha Brown në faqen e njohur turistike Mies and Travel. Imagjinoni ujëra kristalore që rivalizojnë ishujt grek, male madhështore që zhyten në det dhe çmime që nuk do t'ju bëjnë të hapni shpesh portofolin. Riviera shqiptare shtrihet përgjatë afërsisht 80 miljeve të vijës bregdetare të Jonit, megjithatë mbetet e pazbuluar, krahasuar me fqinjet e saj të mbipopulluar. Shqipëria mirëpriti rreth 12 milion vizitorë të huaj në vitin 2025, duke përjetuar një normë të jashtëzakonshme rritjeje prej 86% krahasuar me nivelet para pandemisë. Shqipëria renditet e para në botë midis destinacioneve të mëdha dhe një rritje prej 80% mbi nivelin e vitit 2019. Kjo rritje është mbreslënse dhe çështja është se ajo mbetet ende menaxhueshme. Qytetet si Himara dhe Dërmiu ofrojnë plazhe mahnitse pa infrastrukturën e madhe turistike që prek destinacionet më të famshme. Riviera shqiptare shtrihet mbi 80 milje vijë bregdetare nga rrethet e Vlorës në veri deri në Sarandë në jug. E di që tingëllon e habitshme, por prap mund të gjeni xhire të izoluara ku nuk do të përballeni me turmat e anijeve turistike. Plazhet këtu janë të pastra, ushqimet e detit të freskëta dhe të përballueshme dhe vendasit vërtet mikpritës dhe jo të lodhur nga turizmi. Riviera shqiptare, veçanërisht qytetet si Ksamili, Saranda dhe Dërmiu, tani krahasohen me vend pushime greke dhe kroate, por me çmime shumë të përballueshme. Mendojeni si Bregdeti në Amalfiltan 30 vjet më parë.